Donald Trump zbulon para bisedës telefonike të parashikuar për këtë të martë me Vladimir Putinin se për shumë detaje të marrëveshjes përfundimtare për paqen në Ukrainë është rënë dakord. Mbeten megjithatë disa gjëra për të diskutuar, siç shkroi ai në rrjetin personal social Truth, ku përsërit edhe një herë thirrjen për fundin e kësaj lufte, që po merr jetën 2500 ushtarëve çdo javë nga të dyja palët. Presidenti amerikan nuk dha detaje se për çfarë ka rënë dakord me homologun rus. Zëdhënësja e tij e shtypit u tha gazetarëve ndër të tjera se do të diskutohet për një centralë energjie në kufirin Ukrainë-Rusi pa specifikuar. Në media hidhen dyshime se bëhet fjalë për centralin bërthamor të Zaporizhias, më i madhi në Europë, që është marrë nën kontroll nga rusët gjatë këtyre 3 viteve të luftës. Agjencia e lajmeve Reuters shkruan se kjo bisedë do të testojë se sa i aftë është Trump në arritjen e marrëveshjeve të mëdha. Megjithatë, zyrtarët e Kievit dhe ukrainasit janë skeptik se Putin synon paqen dhe se ajo mund të vijë pa kosto në kurrizë të Ukrainës.